shumë me shokët dhe shoqet në bar. A ke hapur për si e shku atje? Jo, valla s'kom harru, Marigon. Kreti moj men, kreti më kujtohen si së. Me ty, edhe gjenti nuk konë shumë i vëgët. Kur del që mdujshëm me tapë në bar, edhe me fëmijën e Azemit. E fëmija vacë të azam, atë qika, si kun po mëti. Një me më ka normali pak për to. Edhe unë si kun po hala fëmijën e Azemit. Bashkë du me di që ka ndodhë në fëmijën e Azemit. Ky po thot që i kun qu të dojt e vetë. Po të dojt e vetë gjithë kje koha. Ku me di që shi ka ndodhë dhe Azemit, nuk është të nga tregu qysh për me nejo ne. Ka mujtë me ndodhë dhe tina në fatkeqësijet në familje, në gjatë luftës, po me kohën besej që ka më nga tregu Azemi. Djallin e Azemit e ke pas shumë shak. Po, këm pas shumë shak, edhe kam hala. Po bile me vetë, kuj ki fëmijë. Qka po bojnë fëmija? Ajo kujdes shumë për gjintin. O nësë jem kun këtë, e ka mojt me fëmijën e vetë. Edhe s'po guxoj as gjintin e vetë, kuj ka fëmijën baci aza. Po e di më i gonë krejt. Hake është basi ta zemë, kos mujnë me dojë. Dhe që kujdes për gjintin. Po këtë dit, pa po basi na zemë zvahet. Se basi a zemë pa ardhë, më na vizitu bile njafë në herë nuk bëhet. Edhe ku me qelë rostin dhe to. A dalim jashtë i klina dhe punë, se na ka met kitë lukë. A në dalim Marigon, edhe du të me shku me këshyrë të shpia kallëne, me heq, me pastru që mirë. Jo nda alete, dikon po i gjojna, se këtë janë shpërndat. Baci a zemë du të me po ta alete, me vete në i kaci, në i tarnakat. Hajde këshyru, na një herë ta një bacë në zame thirë më punë. Ani Marigon, Hajde. në zolla. E gjeta kozme. Ops. A gjete nga i sen, lo? Po Marigon, e gjeta një kozmë që kalon baba. Hamari shkon në altë, O vlo, mos lip ma shumë. po e di që o konë edhe një kaci. Edhe na kish dash kacia shumë, me pastru të melet e shpis. One po të thëmë mos lip ma shumë, se keti ka në kollë. Asu mi ka cia, as shotja, as sen. Po veç që të mjetë që e gjeta. Prej babës, baba ka maru vetë. Me durët veta. Realitin a një më baca zemë. Po sot, mere që ato që a mund është me bu me ta. Ta një qyru ma sa nejtë. Ua, varu, Po baci azem, hajde baci azem. a një kësojde, Po baci azem, a mujtë e ti. se mirë se ju gjeta. Qështë je baci azem? A je mirë? Jo, Shqe baca zemë, a i mirë? si mirë. A mujtë a lodha. Erëm kadaj. Baci azem, apo hina mrena, e pim në i kafe, apo po ulmi për jashtë. Jo dha për jashtë po ulmi ku ka vene maj mirë. Hajde baci azem. Hajde Marigon. Baci azem,
që ki fëmin? Mirë Arben. Vetë mirë? Edhe vetë ka dorë zërë të mirë. Shqeqer. Kjo që shini? Mirë ty beba të zemë. Se unë e dula edhe me ju po pak, për edhe me të avon i lajtë mirë për shpi. Hajde ba të zemë. U gëzëf, falenderit. Lajtë mirë po presëm. Arben, për atë lojmin që thash ma heret, po të regoj se në katon Manalt, e posh një kerë, me 2 ndërkombëtar edhe një grua shqiptare përkthyese, u afrua edhe i Rita. Përkthyesja më tha, ta kanë ardhur me po gjendjen e domeve të luftës, e ma tepër ishin të interesuar për ndërtimin e shtëpive të Dieguna. E unë i thash për rastin e juve të regluva përkthyeses, ja tha atyne, e më lanë me shpresë se nesër kanë marrë me vizitu shtëpinë e ju. Faleminderit shumë Baci Azem për këtë lajm të gëzueshëm. Kur ti kallëzoj sot Gentit, se u dal Gentin të shkemsat. Kur të vjen ku mi kallëzu këtë lajm që na jape. Falenderoj për zamre, edhe që i ke kallëzu ndërkombëtarëve, edhe në shotin tunë që ka shtëpi të konda. Arben, edhe unë u gëzova për nerë. Shumë faleminderit Baci Azem. Faleminderit Baci Azem për këtë lajm. U ka një andër rajona këgja e madhe për me pas një shpitonën. Shqyqe që përbohet e shqyqe që përbohet për Gentin. Po valla se pakeqin i kom pa shpi. Edhe unë jam gëzuar shumë. Lajmi ma i gëzueshëm i jetës tana. Baci Azem nuk ka gjinë marigojnë gjithmonë. Vesh në kohë lufte ku nuk ka gjinë, edhe tash po na gjinet. Baci Azem, kur njëtë s'mujna me ta këthy këtë mirë që jetë të bo për neve. Allahu ty trujt edhe fëmin e tu. Jo, Arber, më thuj ashtu se bërë që kemi na me ndihmu një unë tjetërit. Arber, Fol Baci Azem. unë e jera që të lajmë me javdhon, edhe me ju po pak, e tash duhet me ecë, kërkoj leje. Lejen e ki Baci Azem. Veç ulla marë ty, e shumë faleminderit për këtë lajmë edhe ne. Shumë faleminderit Baci Azem. Mirë, kalofshi mirë. Shumë faleminderit. Ditën e Ditën e Baci Azem. mirë. Fola bën një shpe. Faleminderit, kalofshi Hajde me mirë. të mira. Këto kemi me njësë prapë jetën tonë. Me motrën tamë. Me Gentin ipin tamë. Dhe që ta dëmë ka me gjallë. Edhe këto mure. Të kallë me shkru me hi. Do t'ja fillojmë jetës prej nga e para. Qaj të bëhë më këtë? Që të i shiku muret e shpis të kallëne. Hajde mu të jam. E vloja, s'kom flajt të në notën. Të e menu, që shkena me ndërtu këtë shpi. Shkena me marë kont. S'kam shprejs më për kur gja. Harigun mu të jam. Kusë dërza. Me emër të Zotit, ka më bo mirë e kina mja fillu prej fillimi. Vlo, ma kriju një familje. Genti më i dve. Genti na ka vesh një vedëve. E është i vogël hala. Kështu me tropurrit shpirti hollës. Ama është i vogël me vjetë. Po edhe na kemi veç Genti.
ku t'jemi unë e te Genti me mu e ty ka me konë. Dritë hon e ka halla. A e lodha gjatë ben? Jo, një për jam. A dhe në du me punu? Bashkë me mua, Po, nuk du me pak i shpi ma pështo. Gent, një për jam. Ti je vetë një arsye që kjo shtëpi ka më ndërtu. Prej fillimi. Që nga morë Arben? O, morë faqë. A i Ma të bidu? zem, a e lodhë. Jo, seni. Mirë familje, ti a e lodhë. Jo. Arben unë e do vejla i pota që kom shtu prej lufte i truna. Sa na dalin se di po, me së do të punu i kësme. Faleminderit shumë, Bati Azem. Kjo shtëpi Bati Azem nuk ndërtohet pa ty. Bati Azem. Po dolim ka pjesa e lartë e shtëpisë. Ti heqëm trajt e shtëpisë. Se këtë janë të konë me veç në mirë të virën, e do t'ja fillojmë Hajde për me hajde me kur. zotit. E unë do të ndihmoj e t'ja nisëm kësme. Do të boj me shtëpi nipin tënd. Hello, Përshëndetje. how are you? Si a e mirë? How are you? How are you? Përshëndetje, si a e mirë? Unë jam Blerta, jam përkthyese, këta dy janë ndërkombëtar, kanë ardhur me vizitu shtëpitë familjet me shtëpi të djeguna. Nëse është e mundur, se gjithmonë ka do që të shkojmë, bëjmë foto, shënime, që na lejohet edhe këtë në fshatin e ju. Faleminderit mastorit për juve, edhe për ndërkombëtarëve, ku lejohet lirisht urnani. Faleminderit. Mas pari, i falenderoj shumë ndërkombëtarët për vizitën e tyre këtu në fshatin tonë. Të lutem ja përkthen. Na nuk kërkojmë shumë, po na dojmë me jetu këtu ku kemi. First of all, we deeply thank the internationals for coming to our village. We are not asking for much. We only want the right to live here, in the land where we were born. We understand. We are here to assess damage and help families rebuild. Ne jemi ardhur për vlerësimin e domeve dhe do të rindartojmë shtëpia të reja. Hey, can you tell us when you return here? A mund të na tregoni kur jeni këtu? Para disa dite, unë jam këtu këtu në vendlindjen tam. Unë kom jetu në Gjermani ko lufte. Jo marrë të nipi jam, të Genti edhe të Marigona. Post këta dë kanë bjetu gjallë. Prej kriminalëve serbë.
A few days ago, I returned here to my homeland. During the war, I was living in Germany. I came back here to my nephew Gent and to Marigona. Only the two of them survived the Serbian criminals. How many people live here? Sa veta jetojnë këtu? Vetëm unë dhe halla Marigon kemi shpëtuar prej luftës këtu. Only me and my aunt Marigona survived the war here. I'm so sorry. Sorry, can you tell us what's happened here? A mundesh me na tregu çfarë ka ndodhur? Unë isha im shefër në mal dhe dyshin tim e pranë shtëpisë në plak të derës. Po ashtu nanën tem dhe motrën dhe vëllain ma të vogël. I kanë dhe So sorry. I was hiding in the mountains and they killed my grandfather near our house, right at the doorstep. They also burned my mother, my sister, and my younger brother alive inside. Gjenti një pijam, është gjithë shkallë që në ka mbetë, që ka shpëtu gjonë. Gent, my nephew, is everything we have left. He survived alive. No family should go through this. Asnjë familje nuk do të më përjetojë këtë gjë. This is why we are here. Për këtë jena na këtu. unë veç dua që shtëpja jonë të bëhet prapë. I only want our home to be rebuilt again. The house is completely destroyed. Shtëpia është rrethësisht e shkatruar. It needs a full reconstruction. Do të bëhet rindërtimi i plot. We can bring reconstruction materials within a few days. Ne do të sillim materiale ndërtimi brenda disa ditësh. We will also send a team. Ne do ta sillim edhe një ekip. Nota ku mua këtë jarë me vetin në mal, në një vend sigurt, se kështë e flokë gjitha. I took this boy with me into the mountains to a safe place because there was fire Ne everywhere. jemi gati me punu vetë, po në ndohet ndihma juaj. We are ready to work ourselves, but we need your help. I gjithë shote ka nevojë për ndihmën e juaj. The whole village needs your help. We will evaluate all cases, but this family is clearly in urgent need. Kena me përfshi të gjitha rastet, po kjo familje është pak më urgjente. Yes, we will do everything we can. Po, na kemi me bërë gjithë shka që mundim. Okay, we are going. We will back as soon as possible when your house is going to rebuild. Ne po shkojmë, po shtëpia juaj së shpejti do të ndërtohet. We are going. Your house is going to rebuild as soon as possible. Okay? Ne po shkojmë, shtëpia jote do të rindërtohet së shpejti.
Gent Marigon, tash do ta vendosëm flamurin në trajt shtëpisë. Ky flamur ku që zi, është gjaku jonë. Ky flamur do të valej në kulmin e shtëpisë tonë. Por haj Gent, shtëpia njipi jam. Për haj hollës. Kur ma I lumtur nuk jum kanë. A gjerben, edhe hall. Qa po presëm, hajde me gjithë flamurin. Hajde Gent. Por haj shtëpia Gent. Faleminderit a gjerben. Na kallën shtëpinë, na kallën familjarët për zëgjalli. Na vranë, po nuk largohemi kur nga vendi jonë. Se prej hirit, po linë prap shtëpia jonë.